3 deputet të mazhorancës së asaj kohe është kërkuar heqja e imunitetit. Pra në grupi jonë. Ne kërkuat ju atëherë. Ne ja kalum prokurisë përgjithshme, po dhe prokurie përgjithshme. Çfarë bëri? E përcollën kuvent të shkërkesë? E ka përcuar në kuvent 3 deputetëve është heq imuniteti. Pra që këtu ne kemi mbaru punë me, janë dënuar mbi shumë protestues dhe është pa tani ideja është e tillë. Po mbas një dalim pyetje, këto është pyetje se është e bukur, ja bëj pyetje Nartit unë. Nart po të bëj pyetje. Tani prokurori përgjithshme e di ka mirë që u hiq imuniteti edhe për deputetët e KNE. Pse s'ka ndjek njëjtën praktik edhe KNE? Pra të kryej hetime për verifikimin e zyrtarëve të lartë. Pra po thua për qeverinë asaj kohe, për qeverinë e zotit Berisha, deputetët Berisha. Verifikohen, sepse ti e di, se nuk e di këtë. 3 deputet Partisë Socialiste ka një dhe mos gaboj ka qenë Tom Doshi, Tauland Balla dhe Bare. Një emër Bare. Po, e mbaj mend. Besnik Bare. Besnik Bare. Dhe është pa mos ka vetë. Pra, domethënë prokuria e përgjithshme e ka ditë shumë mirë se si është procedura, se ka pasur çështjen Basha para. Pra, pse nuk janë bërë këto veprime dhe Berisha vetore kanë 15 vjeta, sepse nuk është e vërtetë që janë 13 vjet. 2021, 2026 se për një muaj për 2 muaj je aty. Për 1 muaj e gjysmë se ka kaluar domethënë. Për 2 muaj je aty, pra 15 vjet. Do duket normale të janë mas 15 vjetësh. Se thonë jo s'kishte ç'a më bë. Ka ç'a më bë. Do bosh detyrën. Gjithë do bëjmë detyrën. Karanja, këto po të ishin normale, ne sot nuk do ishim duke I diskutuar fare. Jo, pyetja që ngritet dhe nuk I dhe përgjigje ishte se Ina Rama aso kohë për krye prokurore vërtet I kërkoj për këta të 3 dhe nuk I kërkoj për Lulzim Bashën, minimalisht. Po se s'po them domethënë se s'kishte aq këllë që të kërkonte për Sali Berishën kryeminist, po të paktën për ministrin e Brendshëm. Duke lidhur me Lenin 9 ligjit Gardës. Po, pra, se kërkoj. Dhe si është e mundur që në 2017-2018 ishte pikërisht qoka që I bëri Lulzim Basha si kryetari I Partisë Demokratike që Ina Rama shkoi aty ku është sot. A mund ma shpjegoni këtë fat? Se unë thashë një sonde do bëj analizë. Nuk po fëdhekëm shumë në fakte se do ndalim dhe ne në 2-3 çështje të tjera se sonde kemi kohë. Analiza është e tillë. 2 minuta se unë I bëj përgjigje shumë shkurt. Okej. Shkurt dhe si thën floku kare, shkurt fare. Tani I bie që gjithë ajo retorik politike, gjithë ajo zhurmë ka qenë stuhin gotë, ka qenë mashtrim. Pra opinioni publik Partia Demokratike është konflikt, ndërkohë që I ka bën njerëz se lidhet me çështjen Durrës Kullës dhe me çështje të tjera. Ka dhe shumë çështje të tjera me tokat e Kavajës e tjera, janë shumë çështje që Basha? Po flasim. Okej. Ka shumë çështje që lidhen me atë, që I ka shërbyer mirë dhe tash e shpërblyen e sohen këpa. Faleminderit Karanja. Nuk të pëlqen Ina Rama, e di. Vazhdo. Unë? Po vazhdo. Jo mos kam asnjë problem. Shiko, unë kam problemin këtë. Vazhdo, me kaq me një glën kuj të përcolla, vazhdo pyetje. Po jo më kisha pyetjen te Lulzim Basha tani, realisht. Vazhdo. Me Lulzim Bashën çfarë ndodh? Sepse Berisha përmendi që Basha më erdhi më kërkoi në raport me Ina Ramën, I përmendi sot. Po pra, dhe unë prandaj ta tham. Sa po ta thash? Kjo ishte gjithë shpjegimi I gjithë. Shpjegimi ishte shumë I vërtetë. Ne nuk dimë se s'kemi qenë në kokën e Lulzim Bashës. Po ne lexojmë historinë çfarë erdhi më pas. Historia më pas është në momentin kur u bë vettingu në Shqipëri dhe u formuan këto organet, le të themi, palët politike kishin të drejtën domethënë që të propozonin njerëzit të cilët do bënin vettingun aty. Sot na del që Ina Rama është propozuar nga Lulzim Basha dhe nga Partia Demokratike dhe është miratuar me votat e Partisë Demokratike. Iku kjo. Po korrupsion jo, s'ka gjë më. Është konflikt interesi më saktë në duke. Se po përdorim termat që përdorin ata. Vazhdo bëj pyetjen tjetër. Kush është për të na dëgjuar nga prokuroria, po na dëgjoj, le të na dëgjojnë. Tu keni një avokat, një ish prokuror, sot avokat, 2 nga le të themi juristët më të mirë që kemi, avokat më të mirë që kemi në tregun shqiptar, dëgjojnë argumentat, reflektoni dhe nëse ka diçka për të nisur hetim. Dhe kryesisht nëse është ideja ime. Ne bëm thjesht një fakt të analiza vëlla, analiza është Lulzim Basha ka pasur problemi me rrugës Durrës Kukës? Ç'është që ke jetuar? Po. A ka pasur? E ka pasur se a e ka mbyllur me procedurë krye prokurore asaj kohe Ina Rama? E ka mbyllur. Okej. Fakti konstatuar nga gjykata e lartë. Po pra. A e ka pasur problem, po them problemin në 21 janari, se ndoshta s'ka qenë problemi Lulzim Bashës, sepse po ti bien qaf kot. Po them, a ka qenë në pozicionin e ministrit Brendshëm? Po. A u mbyll prap me procedurë nga Ina Rama? Po. 2.
Tani nuk po merrem ato që thotë Karanca, sa e dim shumë se sa unë në këtë aspekt. Nderi lahet me nder edhe të kaloj te pyetja e fundit. Të jam edhe këtë ta mbyllja. Tani këto dy ndere të mëdha, sa janë aq vogla këto, kuptoj drejt se shkon te titri Kokor Plumenburg për këto historira. Ose janë ca si shumë milionë euro më një an. Shkon dhe bëhet antare e KPA-s, e apelit. Jo e asaj poshtë. Okej. Se ajo poshtë është gjë tjetër. Lartë është dora më e rëndë, po thonë. Okej. Lulzim Basha çfarë mund të ketë dëshmuar aty sa implikon Sali Berisha dhe do ta bëj një pyetje ndoshta edhe pak politike. A mund të jetë kjo një përballje ose një hakmarrje më saktë e Bashës ndaj Berishës për gjithë historikun politik? Nuk ka asnjë lloj hakmarrje për mendimin tim, nuk e di thash, por unë po bëj analizë, sepse nëse do i referohemi kohës, Basha dhe Berisha kanë qenë një. Aq sa më bën gale, domethënë që Berisha të shtinte dhe Basha ftohej. Pra kaq ka qenë historia e tyre. Gjithë dhe din fort mirë, domethënë që Basha ka qenë djali politik, ndoshta për shumë kohë edhe më i dashur se sa vetë djali biologjik i Berishës. Kështu që në këtë aspekt unë nuk mendoj domethënë që zoti Basha ka shkuar në prokurori. Kjo është shumë më herë se sa përplasja është shumë e vonshme dhe ishte shumë. Ti beson te kjo përplasja? Se do ta bëj pyetje ndryshon ti. Jo, unë po provoj, ti nuk do marrësh me ndihmua. Ti do të japësh gjitha vetë çfarë pyet mua. Por andaj po ta them. Sepse po të më pyesësh mua ti di për gjëra. Nuk ka përplasje reale në Shqipëri ndaj kujdo në ata që janë sfera të larta politike. Sepse mjafton të marrësh për bazë çfarë u tha para dhe pas 21 janarit midis Edi Ramës dhe Ilir Metës, për të parë pastaj që se çfarë ndodhi me 1 prill 2013 me çepallimin e tyre në Shkodër kur bën koalicionin e qelbësirave, siç e quajnë Berisha. Shkodër apo në Gjinën e Laxhit? Aty ishte darka, në Shkodër u vulos. Në Shkodër u vulos. Pra, po ta marrësh këtë parasysh, këta të tjerët, nëse zihe me njëri tjetrin, e ne na duket sikur po zihe me njëri tjetrin. Kjo nuk është e vërtetë. Jo, është e vërtetë. Ta janë aktorët më të mëdhenj që mund të ekzistojnë. Ta ja kalojnë Timo Floko ose Kadri Roshi, do shoku. Faleminderit. Mirë, unë them ta besoj kemi sqaruar se dhe kemi trajtuar Karanxha, tham disa le të themi detaje të reja sot nga Basha. Në pak po ndu ndalesha 5 minuta tek një çështje sepse ne diskutuam para pak ditësh që në Shqipëri erdhi Mark Fleming, që është drejtori për çështjet e Evropës Perëndimore Qendrore, dhe bëri një vizitë në Shqipëri, takoi nga mazhoranca, takoi nga opozita, por shkoi dhe në SPAK. Të lutem regjia fotot e takimit mbrapa nëse mund t'i kemi. Perfekt, tu është kam përshtypjen Mark Fleming me prokurorin Vladimir Mara dhe Altin Dumani. Do të kemi një foto tjetër regjia. Vladimir që ka shëndoshur ca si shumë këtë. Atëherë, kjo është foto, nuk e di pse e kanë, por është një takim me Klodian Brown, është herë e dytë që nxjerrin të njëjtën foto nga dera 309 zyra e Klodian Brahos. Okej, ky është takimi në tërësinë e tij, atëherë takimi me vet Dumanin i Mark Fleming. Tani çfarë duan amerikanët sërish në SPAK me figura të rëndësishme Karanxha? Çfarë do thotë kjo për një prokurori speciale të tillë që një figurë, një dërguar i Trumpit, po ta themi kështu, shkon takon aty? Tani kjo lidhet me politikën e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po të kemi parasysh edhe çfarë po ndodh afër Venezuelës, çfarë po ndodh në vendet e Amerikës Latine, ne jemi ndjeni që presidenti Trump kartelet e drogës i ka parazuar me terroristët. Dhe ka pasur dhe diskutime në publikun amerikan, sepse janë goditur disa motoskaft që përmarrin lëndë narkotike, janë goditur nga marina amerikane. Në kuadër të kësaj, dhe në kuadër sepse kemi një politik, juve e dini siç ka dalë në publik është dhe nga te ambasada amerikane, është parimi Amerika e para. Dhe këto kanë politikat e veta. Politika, mendoj, ka të bëjë me luftën ndaj drogës. Luftën ndaj drogës. Lufta ndaj drogës është prioritare. Domethënë është njësoj si me qenë lufta ndaj terroristëve. Mendoj që mbështetja e zyrtarëve të lartë amerikanë është në kuadër të politikës së administratës të presidentit Trump dhe do jetë në luftën ndaj drogës. Për goditur organizatat kriminale ndërkombëtare. Kjo është një nga ato pikat e takimit, ë? Organizatat ndërkombëtare dhe kriminale, por thash, u barazu terrori, u barazu me drogën.
siç kemi edhe shumë shpejt, ose siç ka dalë edhe për Fondacionin Soros ligji i Riko që do vithoj verifikimin, është politika e Shteteve të Bashkuara. Është prioriteti i tyre, ne si vend aleat që jemi e mirëpresim. Domethënë në kuptimin politikën e tyre. E para që jemi vend i vogël, s'kemi çfarë bëjmë. Kuptimin ashtu, por është aleat i madh që neve i bindemi në një farë mënyrë dhe vazhdojmë politikën. Ju e dini, siç e dimë të gjithë, që SPAK-u është investim i taksapaguesve amerikanë. Claudian Brown, të lutem një moment. Foton Claudian Brown së regjia ishte foto tjetër. Tek zyrat tjetrën, okay, kjo është duam atëre perfekt. Sepse ka prerë pak montazhi, këtë gabim ka bërë Claudian Brown. Duket është zyra e Klodit ajo, sepse zyra e Klodit është kjo. Është numri 390 dhe del KLO. Domethënë Claudian Brown është dhe prokurori vetë në zyrë. Po, Herë dytë që nxjerrin këtë Karranxha, nuk kanë nxjerrë asnjë emër tjetër, as Antlan Xholin, as Vladimir Marën, po japin mesazh amerikanët tu mendojnë që do jetë pasuesi i Dumanit. Tani kjo është një vlerësim. Pra një foto është një vlerësim, por janë dy foto. Jo, kjo është e para, por është dhe një foto e një foto tjetër që nxjerrin. Kjo është foto e fundit, është një farë vlerësimi për prokurorin Brown, por në fund fare, domethënë është KLP-ja e cila domethënë është që do vendos, domethënë është lënë dhe data e konkurimit. Kjo është vlerësim, unë e quaj vlerësim për prokurorin Brown, domethënë që ka dalë foto këtu. Okej, faleminderit Karranxha. Nard, unë do ta bëja pyetjen ndryshe, sepse kam dëgjuar në diskutime të analizëve të tjerë që cilët kemi pasur, ka mos pak pas 11 maj dhe çfarë do ndodh me SPAK-un pas përfundimit të mandatit të Altin Dumanit. Të pëlqeu si pyetje apo do ta riformuloj? Çfarë ndodh me SPAK-un pas Altin Dumanit dhe në këto momente çfarë ndodhi me SPAK-un pas 11 majit? Janë dy pyetje. Okej. Njëherë, çfarë ndodh me SPAK-un pas 11 majit? Çfarë ndodhi pas 11 majit me SPAK-un? Ndodhi gjë apo nuk ndodhi gjë? Asnjë gjë. Nuk ndodhi gjë. Asnjë gjë. Ka vijuar, ka bërë punën rutinë që ka dashur që të bëjnë. 11 maj, nëse do që ta lidhes pikërisht me atë si datë, për mendimin tim konsiderohet një dështim i SPAK-ut. Dështim spektakolar i SPAK-ut. Në raport me zgjedhjet e ke. Po sigurisht. Krime zgjedhore pra. Po, me krime zgjedhore, sepse ata 6 muaj përpara 11 maj dolën edhe thanë do ngremi task force, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Dhe në qoftë se nuk ka bërë që është pretendimi juaj sepse ndryshe pretendon Dumani në raportimet e tij. Po meqense raporton ndryshe, prit më po prita. E kam pyetjen ndryshe. Nëse ju thoni që dështoi atje, dështoi me qëllim dhe për të shërbyer kujt? Nuk e di. Atëherë është ose janë të paaft ose janë të kapur. Se këtu s'ka vit mesme. Ose janë të paaft ose janë të kapur. Nëse janë të kapur i bie që pas 11 maj nuk do duhet të kishin bërë këto që kanë bërë. Çfarë kanë bërë? Më thuaj një rast. Ballu është marrë pa ndehur. Vërtet e ke? Seriozisht? Zyrtarisht po. Seriozisht. Nëse do që të shkosh në nivele po themi të larta. Po edhe një herë pyet, seriozisht e ke? Ballu është marrë pa ndehur. Pra, ma quan ka vijuar punë normalisht apo do të them ka vijuar punë normalisht, sepse nuk më rri gjëja, më rri kontradiktore. Po pra po aty se nuk u ditën krime zgjedhore për të shërbyer se janë të kapur. E mora vesh të. Okej. Sepse dua këtë përplasjen me ty. Pyetje që unë të ngrej retorikës, dua përgjigje nga ty është. Nëse ti do ishe në vend në zonjës Balluku, pra ta kishe bërë ti jo zonja Balluku atë që pretendon SPAK-u. Ti do ishe këtu me mua në studio? Po ti që zëvëndës kryeministër ndoshta, sepse janë tjera rrethana. Pse? Nuk është qytetare e Republikës së Shqipërisë ajo? Është qytetare e ngarkuar me tjetër detyrë. Cila detyrë është? Është e zgjedhur deri në momentin që SPAK-u mund vendosi nëse do një mas sigurie ndaj saj që e vlerëson hetimi, dhe ta vlerësojë dhe zonja Alex Kërkuar. Po pikërisht për këtë po flas pra. Po flas pikërisht për këtë gjë. A ka mbrojtje politike një zonjë si Balluku apo cili do tjetër për të njëjtat vepra penale të cilat njerëz të tjerë të Republikës së Shqipërisë janë bërë? Është dushme ka, kjo ka për gjithë figura. Po atë ku është SPAK-u këtu? Po kjo është pyetje që do më thesh ti përgjigje. Po do bëj pyetje se ti ma bëre mua SPAK-un, domethënë që pas 11 majit ky ka bërë kërdin sepse ka ngritur një akuzë e cila për mendimin tim shkeli barazisë në tender, nuk është për zonjën Balluku, o zotëri. Nardun e kisha pyetje ndryshe në fillim, a ka më SPAK pas 11 majit? Do të dal pra aty? Dil. S'ka pra thash. Nuk ka më SPAK. Nuk ka SPAK për atë kështu, ka një rutinë sipas asaj që këta kanë proklamuar dhe ti nëse më thua mua dhe ma lidh me këtë që po i Altin Dumani aty u shkri, unë mendoj që aty nuk ishte kjo pyetja Nard, që po i Altin Dumani çfarë shkrihet. Nuk e kishte kështu në këtë kontekst. Sepse më bëj pyetjen tamam atë të the përgjigje, sepse nuk po të kuptoj. Jo, unë ta bëra pyetje çfarë ndodh me SPAK-un pas ikjes së Altin Dumanit. Më kthe përgjigje çfarë ndodh. Atë cili do nga ata të katër që do zgjidhet, do jetë 100% më i mirë se Altin Dumanit për mendimin tim.
në kontekstin hetimor në çfarë? Do të thënë ma shpjego pak. Në të gjithë kontekstet, për mendimin tim, puna 3 vjeçare Altin Dumanit ka qenë një punë inaçore. Unë do vijem aty dhe do ta shikoni se çfarë do bëj. Por një punë inaçore në një institucion profesionistësh, ku duhet flasin ligji dhe jo inati jot personal, për mua kërcet jashtëzakonisht shumë. Se ti nuk mundesh të marrësh sot në burg edhe Erion Velien dhe Ilir Metën për akuzat të cilat, sidomos ajo Ilir Metës që po flasin për 10-15 ditën përpara, dhe çon për shkelit barazisë në tendera, e merr kryebashkiakun e Tropojës, të Lushnjës, të Bulqizës, të cili do, e merr dhe plas mbrenda ose lën arresh shtëpie, kurse zonjës Balluku i bën Erashkën. Pra këtu je. Është ky spaku për të cilin drejtohet sot nga Altin Dumani. Është ky zotëria që doli në parlament përpara një muaji, diçka më pak, dhe tha, shiko, tha, ne kemi bërë një punë të jashtëzakonshme voluminoze kundër korrupsionit, po korrupsioni, tha, gjatë 2024-2025, tha, është rritur, tha, nuk është ulur. Domethënë, as vetë nuk e di se çfarë let. Sepse logjika e gjës është me që se ti pas ke bërë një punë kaq voluminoze, këta do të dishin tremor nga ana jote. Si që ka shtuar korrupsioni? Do t'ishte paksuar, më Altin. Është kontradiktore, po ma zbërthen dot. Po s'kam çfarë zbërthen, sa ai zbërthen, po nuk e ta zbërthen, ta shpjegoj tjetrën. Pra po të flasë një gjë. Është kryesisht zgjerimi në tendencën për shkeljen e barazisë në tendra korrupsioni. Spaku, për mendimin tim, është kthyer sot në një makineri quasi amerikane. Dhe kur them quasi amerikane, amerikanët interesin e vetëm dhe më të madh këtu kanë kriminalitetin. Këtu edhe në gjithë botën. Nuk kanë korrupsionin. Nuk vjen këtu një ambasador apo një i dërguar i lartë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës apo nga këta Brukselit nuk merren fare, se aty është burokraci totale dhe të merret me sa ka vjedhur njëri apo sa ka vjedhur tjetri. Nuk duan t'ia dinë fare. Problemi i tyre është kriminaliteti. Prandaj shkon takon Vladimir Maren dhe Klotian Brown. Dhe nuk shkoj takoj Dritan Prent që janë Don Xholin. Që drejton sektorin tjetër të korrupsionit. Okej. Duhet i lexosh gjërat. Faleminderit Nart. Faleminderit. Jo, un përpiqem se e lexoj, por kur të ftoj ty këtu na kthjellon me gjithë shikuesit që na ndjekin dhe krijojmë një qasje. Çfarë ndodh me Spakun shkurtimisht pas Altin Dumanit? Në vjen dikush me javë do ketë një tjetër, le të themi, ngritje, një tjetër boom Spaku apo mendoj që Spaku do vazhdoj. Sepse është organ kushtetues. Është mbaron mandati, do zgjidhet antar i ri. Presim që të mbaroj procesin në KLP. Mendoj në momentin e mbarimit të mandatit dhe KLP-ja do dali me një vendim. Çështjet penale që janë dorë, procedimi i tyre do vazhdojë. Okej, këto nuk ndikojnë. Për shembull, edhe rasti konkret, për shembull, prioriteti i aleatit ton, Shtetet Bashkuara të Amerikës, lidhen luftën kundër drogës, sepse është e theksojnë luftën kundër drogës dhe terrorizmit, do procedohet. Tash në lidhje me veprat në Shqipëri, edhe unë për shembull kam ato, si të thush, rezerva. Edhe rezerva. Për shembull po marrim rastin e Fatmir Mediut. Fatmir Mediu është njësoj si çështja e Durrës Kullës Lul Basha. Pse u rifillu çështja e Fatmir Mediut dhe pse nuk u rifillu çështja e Durrës Kullës? Të dyja për ndryshim ligji janë. Te Fatmir Mediu u pushu çështja se ishte deputet dhe mori mandat në ris kishte, domethënë nuk kishte autorizim, ndërkohë shfuqizimi i ligjit thotë mund të procedohesh në gjendje të lirë. Edhe te rasti i çështjes Durrës Kullës, provat e marra jashtë afatit hetimor nuk mund të përdoren. Ndërkohë në rastin konkret, akuza ishte jashtë afatit, kështu që mund të rishikojë këtë çështje. Pra, edhe këtu duket që një qëndrim tjetër bëhet në rastin tjetër. Pra shikon standardet dyfishtë të Spaku. Po, janë në rastin e të dyja janë për ndryshim të ligjit, sepse ligji është ligji kushtetues ose ligji kodi procedurës penale. O vini, po pse thua dhe ki gjë. Ata s'doni ta merrin më çështjen e Durrës të Justinianit. S'doni ta merrin më, ja çuan prokurisë së përgjithshme. Çështja e Durrës Kullës është një vlerë shumë e madhe dëme. Sa 250 apo 200, domethënë 230 milion ka qenë kur ka qenë shkallëtar me rritjen e vlerave, se ka qenë me çmime njësi. Është rrit numri njësive, sepse është në terren ka qenë gati dyfish dhe vlera është më e madhe dhe nuk filloi. Dhe çuditërisht, Erion Braçe ku është që bërtiste atë? Po ta kishe sot atë çështje Karanxha, do gjej ndonjë fajtor aty? E gjej bashkën fajtor po do të pyetjen për kisha për ta pushuar çështën, kisha për ta pushuar, kisha bë burri mirë, ç'punën. Kalojmë tek një dal burri mirë. Po çfarë foti? Pusho çështje promovosh që
E kom bo gabim. Ironia therse nga Ervin Karandxa për situatën, që sigurisht ti që tha Karandxa është thjesht ironi, sepse e ti sigurisht po të sheqim në dorën e Karandxës, do kishte vazhduar dhe dikush do ishte sot përgjegjës. Do bëja të njëjtën gjë që kanë bërë dhe çka kanë firmos nuk e kthej më mbrapsht. Qofte Durrës Kullës, qofte 21 janarit, çka kanë firmos, unë i qëndroj.